Do befasoheni kur të mësoni çfarë i ndodh trupit tuaj kur hani misra. Misrat janë të shijshme, sidomos në stinën e verës. Ato mund të konsumohen në mënyra të ndryshme të pjekura të zjera në gatime të ndryshme. Dietologët dhe mjekët sugjerojnë që misrin ta konsumoni më shpesh të zjerë në sallata ose edhe në supa. Por nëse preferoni më shumë të pjekur, atëherë përpiquni të piqni vetë sepse misrat e pjekur në rrugë nuk janë alternativa më e mirë e këtij ushqimi. Ata shpjegojnë se janë të djegur dhe përmbajnë substanca të dëmshme kryesisht për stomakun. Misrat, përveç se shumë të shijshëm, janë edhe të shëndetshëm. Përdorimi është shumë i rëndësishëm dhe i dobishëm për një sër aspekte shëndetësore. Ndihmon zemrën pasi ul nivelin e homostinës. Ndihmon personat që kanë diabet, kjo pasi misri përmban karbohidrate rezistente të cilat ndihmojnë në funksionin e insulinës. Ndihmon për funksionet më të mira të trurit pasi është i pasur me vitaminën B. Ndihmon aparatin tretës dhe ndihmon gjithashtu shikimin falë beta-karotenit që përmban